Standardi i ri, baza e poshtme e nivelit proteinave për 9%, është brenda standardeve të Bashkimit Evropian dhe është një rritje standardit, pasi deri në këtë moment që ne po diskutojmë bashkë, ne kemi ecur me një standard i cili ka qenë poshtë. Pra Shqipëria ka përdorur standardin 7%. Tani ne futemi në një standard të ri, një standard i cili ka si kufit poshtëm standardin 9% dhe që shkon sipas produkteve veçanta deri në 12%. Për këtë ne së bashku me prodhuesin vendosëm që të përcaktojmë kriteret e përdorimit të mieleve të tipave të ndryshme për destinacione të ndryshme, të cilët natyrisht do të kenë edhe nivele të përcaktuara me akt normativ të proteinave. Kjo do të rregullojë, do të disiplinojë padyshim edhe destinacionin e mielave që do të jenë për konsum për bukë integrale, për bukë popullore, miellat që do të përdoren për baza picash, miellat që do të përdoren për makarona, miellat që do të përdoren për ëmbëlsira. Shqipëria për herë të parë do të ketë një paketë integrale, standardesh që do të mbulojnë të gjitha këto kategori prodhimesh prej brumi. Nga ana tjetër, unë kërkova edhe strukturët ministrisë, por edhe unionit të prodhuesve të miellit, që të na japin statistika të sakta të prodhimeve për brumit sipas kategorikave të ndryshme që përdoren në Republikën e Shqipërisë për konsum publik. Kjo do të na ndihmojë ne për të përcaktuar edhe sasitë e mieldrave, qoftë prodhim vendi, qoftë prodhim importi, që do të duhet të përdoren për kategori të ndryshme të prodhimeve të brumit. Kjo do të parandalonte dhe natyrisht edhe në mbikëqyrjen e rreth të autoritetit kombëtar të ushqimit, ne do të bëjmë të mundur që një miell i një tipi të caktuar të përdoret vetëm për produktin që ai destinohet dhe jo për një produkt tjetër. Kjo do të rregullojë përfundimisht edhe një kaos që ka ekzistuar deri tani në përgatitjen e prodhimeve prej brumi, duke filluar që nga buka e përgjithshme e deri tek ëmbëlsirat, makaronat, bazat e picave e kështu me radhë.